Të dashur miqtë e mi, do të tregoj një barsalet, por më shumë se një barsalet është diçka e vërtet. Një opozitar i zjarrt për 20 vitesh, që çfarë nuk tha për majorancën, duke thënë që është e korruptuar, që është e keq e këtij vendit, që është një rrezik për të vend, që po shkatron Shqipërinë dhe shqiptarët, sot bëhet një kryespektor i përgjithshëm, Dash Sula. Morali politik nuk është se sa fort bërtet dhe oloret dhe i majorancës, por sa reziston kur të ofrojnë një post. Dhe dëgjuat në prezantimin që i bëri kryeministri Dash Sulës. Dash Sula tha që vlerësoj vizionin tuaj, tha prandaj pranova këtë sfidë. Çfarë vizioni? Vizionin e të korruptuarit, vizionin që po vjedhin dhe po shkatërronin të vendet çdo më tepër, që po xhvasin, që po vjedhin shqiptarët. Çfarë vizioni? Deri dje nuk the gjë pa thënë për majorancën. Por si ndryshoi majorancën? Ç'ne u bë më mirë sot? Këta nuk janë opozitar, këta janë mercenar, këta harrojnë për çfarë ishin në parlament, harrojnë për çfarë luftuan dhe harrojnë për çfarë ishin atje. Nuk kanë as norma dhe as principe. Si vizionin tuaj, tha kryeministrit. Dhe unë, në krahasim me partinë time, tha, partia juaj më vlerësoi. Sepse unë konkurova dhe fitova konkursin. Po ç'a konkursi? Dash Sula pas ka bërë konkurs për të bërë kryespektor i përgjithshëm. Prallat e këtyre që tregojnë. Por nuk di ç'a them, Shqipëria është bërë një vend i çuditërave. Dhe këtu çdo ditë më tepër një çudi nuk i ngjan tjetrës. Megjithatë, çudia, siç thot populli, zgjat 3 ditë. Po këto tonat janë çuditëra që besoj se nuk do zgjasin 3 ditë, do zgjasin më shumë se 3 ditë. Sepse aq po ndodh në Shqipëri është vërtet çmenduri e vërtet. Nuk u lan gjë pa thënë njëri tjetrin. Dhe sot ulën përballë njëri tjetrit, duke mburrur njëri tjetrin, sikur s'ka ndodhur asnjë një gjë. Fare, zero. Ky ç'a nuk i tha Edi Ramës. Dhe Edi Rama çfarë nuk i tha këtij? Sot dalin dhe thonë, jemi për bashkëpunim institucional. Jemi për të mirën e Shqipërisë. Por çfarë të mirë e Shqipërisë kur deri dje e kritikove në maksimum dhe me të drejtë? Sot majoranca është ndryshe. Sepse ky po vlerëson sot që i dhan postin, po vlerëson vizionin e kryeministrit. Çfarë vizioni? Çfarë vizioni? Jemi në Shqipëri. Dhe këtu